Mediat e huaja vijojnë që të kenë në fokus turizmin shqiptar. Në një artikull të publikuar në të përditshmen britanike Express, thuhet se Maldivet janë një destinacion ëndrash për shumë turist, por gjithashtu është një fluturim i gjatë dhe i shtrenjtë. Megjithatë, ekziston një alternativë shumë më e lirë dhe më pranë dhe po aq e bukur, me shtrirje të gjera të plazheve të pacënuara, me rërë të bardhë dhe detin blu idilik, natyrisht tërheqin vizitorët nga e gjithë bota. Megjithatë, ekziston një sër arsyesh bindëse pse disa mund të tërhiqen nga një udhëtim i tillë. Udhëtimi drejt këtij arkipelagu përfshin një fluturim të gjatë me një çmim të lartë me të paktën 2000 pound për një javë qëndrimi në ato vila të lakmuara mbi ujë gjatë pikut të sezonit nga dhjetori në prill. Në artikull thuhet se ekziston një alternativë më pranë për këtë parajsë të largët. Shqipëria, e quajtur Maldivet e Evropës, krenohet me plazhet po aq mahnitse dhe ujëra të pastra kristal përgjatë rivierës së saj të mrekullueshme. Edhe pse vazhdimisht po fiton popularitet, kjo perlë mbetet një opsion ekonomik në krahasim me pika të tjera të nxehta evropiane. Qëndrimet luksoze ofrohen me çmime të papërballueshme, me disa akomodime në plazh që kushtojnë 20 pound nata, raporton Mirror. Edhe ngrënia jashtë nuk mund të dëmtojë buxhetin tuaj. Ushqimet dhe pijet shpesh kushtojnë rreth 15 pound. Shqipëria, me ujërat e saj të kristalta dhe plazhet e bardha të pacënuara, është bërë një temë nxehtë mes turistëve fal videove virale në TikTok që e krahasojnë ato me Maldivet, me Ksamilin, që është pak një nga vendet më të lira evropiane. Dhe për fat, fluturimet për në Shqipëri janë çuditërisht të përballueshme me Ryanair, që ofron bileta vajtje-ardhje për në Tiranë për 30 pound. Linja ajrore buxhetore ofron fluturime drejt Tiranës për Birmingham, Bristol, Manchester, Edinburgh dhe Londër Stansted. Për më tepër, Wizz Air ofron fluturime ditore nga Luton për në Tiranë të disponueshme për nën 50 pound në maj. Shqipëria krenohet me kostot më të ulta të jetesës në Europë, me dhomat e hoteleve në qendër të qytetit të Tiranës që kushtojnë më pak se 30 pound për fshirë mëngjesin. Apartamentet buz plazhit përgjatë bregut të Adriatikut ofrojnë pak më shtrenjtë. Nëse zgjedhni të qëndroni në Dërmi, mund të eksploroni çdo ditë një plazh të ri. Një drekë e këndshme buz plazhit në zonë kushton vetëm rreth 10 pound për person.